Edhe për skaj masave të shumta qeveritare për punësim, numri të papunëve në Gostivare ende mbetet i lartë. Në agjensionin për punësim në Gostivar, si të papunë vjojnë të evidenton rreth 10.000 persona. Ky numër është edhe më i madh, rreth 17.000, nëse u referohemi shifrave me të cilat posedon Fondi për Sigurim Shëndetësor, njësia rajonale në Gostivar. Të mbetur në udhkryqje dhe në tentim për gjetur një vend pune të sigurt, qytetarët janë dhënë pas masave qeveritare për punësim. Sipas drejtuesve të agjensionit për punësim në Gostivar, interesimi i qytetarëve të Gostivarit për të shfrytzuar masa qeveritare për punësim është i lartë. Ky fakt vërtetohet edhe nga projekti i fundit qeveritar Maqonia punson, nëpërmjet të cilit projekt që nga fillimi i këtij viti janë punësuar 373 persona, pjesa dërmuese e tyre të moshës së re deri në 35 vjeç. Vetëm nga qyteti Gostivarit në qendër për punësim në Gostivar janë punësuar me masën aktive Maqonia punson 373 persone, më thënë me datë 31/8/2015. Pjesa dërmuese e këtyre janë të ri deri në moshën 35 vjeçare dhe ka edhe persona të tjerë të cilën mbi 35 deri 50 deri 58 deri në pension. Drejtori Amzaj bën me dije se pos 373 personave të punësuar nga projekti Maqonia punson, punësimi janë realizuar edhe nëpërmjet masave tjera. Kështu brenda këtij viti, fal masave të ndryshme qeveritare që kanë për qëllim zvoglimin e numrit të papunësuarve, në Gostivar janë punësuar edhe 700 persona. Republika e Maqonisë punson do të zgjas një vit, domethënë është e hapur ligji për me 27/4/2015 dhe do të zgjas deri më 26/4/2016. Dhe pritet në Gostivar të mbërrihet një numër prej 1000 të punësuarve me këtë masë Republika e Maqonisë punson. Sipas statistikave të agjensionit për punësim që kur qeveria e Maqonisë ka aplikuar masa të ndryshme për punësim në vitin 2008, në Gostivar janë punësuar rreth 3500 qytetarë.